Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Historia që ka çuditur edhe mjekët, ja si largova dhimbjet e mesit fal kësaj recete. Thuhet se me kalimin e moshës fillojnë edhe dhimbjet në shpinë apo këmbë. Megjithatë edhe të rinjt kanë probleme të tilla, sidomos ata të cilët nuk bëjnë ushtrime fizike. Sipas ekspertëve, qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë shkakton dhimbje në shpinë, kyçe dhe këmbë. Përveç jetës jo aktive, mungesa e vlerave ushqimore ndikon gjithashtu në dhimbjen e kockave. Marrja e shpeshtë e ilaçeve kundër dhimbjeve nuk është e mirë për shëndetin. Për të trajtuar këto probleme, mund të përdorni edhe mënyra natyrale të cilat nuk kanë efekte anësore dhe japin rezultate shumë të mira. Ndaj në këtë video, ne do t'ju tregojmë një recetë të një lëngu shumë të mirë natyral për dhimbjen e kockave. Për përgatitjen e këtij lëngu, juve do t'ju nevojiten këta përbërës: një portokall i qëruar, 2 filxhan ananas, 2 gjethe selino, 2 dardha, një limon i qëruar, rrënjë xhenxhefili, shafran organik të Indis dhe një lugë çaj ujë. Përgatitja: lajini xhenxhefilin dhe shafranin e Indis dhe coptojini mirë. Prisni dardhat, limonin dhe portokallin në copa të vogla. Hidhini të gjithë përbërësit në një shtryse dhe shtoni një lugë çaj ujë. Shtrydheni mirë përbërësit derisa të formohet lëngu. Konsumojeni këtë pije çdo mëngjes. Të gjithë përbërësit me të cilët është përgatitur lëngu përmbajnë vlera ushqyese tepër të rëndësishme për shëndetin. Ky lëng frutash gjithashtu ndihmon edhe në uljen e inflamacionit, rritjen e nivelit të antioksiduesve në gjak dhe gjithashtu lehtësimin e dhimbjeve të kockave. Sipas ekspertëve, dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë të tmerrshme dhe zakonisht janë si pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë ndonjëherë ndjeni dhimbjen, mirë po vazhdoni që ta injoroni, sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj dhe pasi shkoni në shtëpi, dhimbja kthehet dhe më nuk mund të qëndroni ulur, nuk mund të ecni e të tjerë. Në qoftë se edhe ju jeni viktimë e këtyre dhimbjeve, duhet të dini se ekziston një recetë natyrale e cila do të ndihmojë në shërimin e këtyre dhimbjeve. Përgatitja: ju duhet 150 gram xhelatinë dhe gjithashtu ujë i ftohtë. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se të gjithë përbërësit duhen të futen në një gotë me ujë të ftohtë, ku duhet të shtoni fillimisht 5 gram xhelatinë në një gotë me ujë të ftohtë. Përzieni atë dhe lëreni ashtu deri për mëngjes. Sipas ekspertëve, mos e futni në frigorifer, pasi xhelatina do të kthehet në një pelte dhe mund të ngrihet gjatë natës. Përdoreni këtë lëng për çdo mëngjes me stomakun bosh derisa ju të filloni dhe të vëreni të gjitha efektet e magjishme njëra pas tjetrës. Vetëm pas një jave, vazhdoni ta përdorni për një muaj për të patur rezultate të përhershme. Nëse ju nuk ju pëlqen shija e kësaj pijeje, atëherë ju mundet që të shtoni aty pak mjalt, lëng apo edhe kos. Nëse ju shqetëson dhimbja e shpinës, provoni këtë kura natyrale, masazh me vajra. Për këtë mund të përdorni vaj susami ose arr kokosi. Mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie tepër të lartë si livando. Në fillim përqendroni në kyçet kryesore të trupit. Mund të filloni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatullat, bërryla dhe parakrahët. Më pas vazhdoni duke u zhvendosur në fund shpinë, gjunjë dhe themra. Provoni terapitë e ftohjes dhe ngrohjes. Alternoni terapitë për 20 minuta. Për terapinë e ftohjes mund të përdorni kubik akulli të vendosur në peshqir. Kërkojini një pjesëtari të familjes
t'ju masazhoj shpinën me alkool. Para se të nisni masazhin, pastroni lëkurën tuaj fillimisht dhe më pas spërkatni pak alkool dhe filloni të masazhoni me kujdes lëkurën. Zgjini 1 litër ujë me 1/4 litër uthull molle dhe shtoni 2 lugë gjelle rozmarin. Lëreni të ftohet pak dhe pastaj merrni një peshqir të pastër, e njomni tek kjo përzierje dhe aplikojeni në pjesët ku ju keni dhimbje. Provoni që të flini në pozicionin e fetusit duke vendosur një jastëk mes të gjunjëve. Në qoftë se flini me shpinë, vendosni një jastëk poshtë gjunjëve. Dhimbja e shpinës është shumë e zakonshme për një pjesë të madhe njerëzish. Zakonisht nuk është serioze, por ndonjëherë bëhet më e rëndë dhe shkakton shumë parati dhe probleme me ushtrimin dhe aktivitetet jetësore të domosdoshme. Ajo shkaktohet kryesisht nga qëndrimi ulur para kompjuterit, ngritja e një peshe të rëndë e të tjerë. Rreth 80% e popullsisë amerikane përjeton disa herë dhimbje në jetën e tyre. Njerëzit e moshës 35 deri në 55 vjeç janë më të prirur ndaj këtij problemi shëndetësor. Dhe sipas ekspertëve, dhimbja e shpinës mundet që të ndodhë kur muskujt, kockat dhe ligamentet e vendosura në shpinë punojnë së bashku në një mënyrë të pakoordinuar. Lajmi i mirë është se ju mund të shpëtoni prej kësaj dhimbjeje më së miri dhe për më tepër nuk kushton shumë. Hudhra është një nga përbërësit më të mirë e cila rekomandohet të shtohet në bazë ditore të grimcuar. Ajo përmban lëndë ushqyese të tilla si vitamina C, B6, mangan, kalcium e të tjerë. Efektet anti-inflamatore të hudhrës munden gjithashtu që të ndihmojnë edhe në reduktimin e dhimbjes në një mënyrë tepër të konsiderueshme. Vaji i hudhrës nga ana tjetër ju ndihmon që ju të trajtoni dhe të lehtësoni dhimbjen e shpinës, por mund të përdorni njëkohësisht edhe vaj kokosi ose vaj susami në një enë të vogël duke i nxehur pak. Shtoni në të më pas 10 thelpi hudhër dhe gatuajini derisa masa të bëhet në ngjyrën kafe. Largoheni nga zjarri dhe lëreni vajin që të ftohet. Më pas mundet që ta përdorni për të masazhuar shpinën. Bëni një dush të ngrohtë. Përdoreni rregullisht për të patur edhe rezultate më të mira. Sipas ekspertëve, dhimbjet e nervit shiatik mund të ndikojnë në të gjithë trupin. Ata që vuajnë nga kjo patologji fizike janë shumë të vetëdijshëm në mënyrë kronike, por ka një lajm të mirë, i cili është i përfaqësuar nga një ilaç i thjeshtë që do t'ju ndihmojë që çdo gjë të bëhet më e durueshme. Madje edhe për ta zhdukur plotësisht të dhimbjen, vetëm ndiqni këto udhëzime me kujdes. Para se të shkoni në shtrat, ne ju sugjerojmë të vendosni 10 litra ujë të nxehtë në një kovë ku të vendosni këmbët tuaja. Natyrisht temperatura duhet të jetë e durueshme nga trupi ynë. Shtoni pak uthull molle dhe krip në ujë, fusni këmbët tuaja dhe largojeni ato kur uji të ftohet. Pastaj lajini këmbët tuaja dhe thajini ato me një peshqir. Më pas, shkoni direkt në shtrat duke u përpjekur për ta mbajtur zonën të ngrohtë. Ditën tjetër vazhdoni të bëni të njëjtën gjë dhe menjëherë vendosni çorape ose gjëra të ngjashme dhe mos i mbani këmbët të ekspozuara ndaj të ftohtit. Përsëritja e kësaj procedure për 6 muaj do t'ju ndihmojë edhe për të luftuar dhimbjet e nervit dhe inflamacionet në rast të nervit shiatik. Ju mund të vazhdoni me këtë recetë edhe kur dhimbja juaj të bëhet akute. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.